Kryeministri Edi Rama vendosi që të shkarkojë Belinda Ballukun, zëvendës kryeministre dhe ministri i infrastrukturës, si dhe 6 ministra të tjerë. Për të folur mbi këtë vendim të zotit Rama, si dhe fjalimin që mbajti ai në grupin parlamentar të Partisë Socialiste, kam të ftuar në një lidhje direkte avokatin Romeo Kara. Zoti Kara, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve. Avokat, si e patë gjithë qasjen që zoti Rama pati ndaj këtij vendimi për Belinda Ballukun dhe po themi edhe lëvizjet e tjera, qoftë Spiro Palin, po qoftë edhe Piero Vengun? Unë kam bindjen time që këto lëvizje duhet ishin bërë që përpara disa muajsh. Juve personalisht në për intervista ja u kam shprehur këtë bindje, pasi disa lëvizje në menaxhimin e lartë qeveritar, qoftë edhe të mesëm e të ulët, duhen bërë edhe duke i paraprirë situatave. Jo më pasaj që disa lëvizje tjera janë të detyruara, por edhe të imponuara. Në mënyrën se si u bën këto lëvizje, nuk i paraprin disa situatave dhe mendoj që këto lëvizje nuk do të jenë lëvizje stabilizuese për një kohë të gjatë, por do të kemi akoma reflektime në të ardhmen. Pra, unë e shoh dhe këtë grup qeveritar të bërë tani jo shumë jetë gjatë. Pasi është prekur në themel legitimiteti i gjithë qeverisjes. Dhe kur preket legitimiteti, mbase më mirë do të ishte të kalonim zgjedhje parakoshme, për arsye se është devijuar, besoj, i gjithë vullneti sovranit dhe është prekur rënd morali. Në moton time, në filozofinë time, me bindje them, dhe për të mos dalë unë i zgjuar, po i referohem një thënie lapidare të Immanuel Kantit, të cilën unë kam shtjelluar dhe kam bërë një shkrim, i ka dalë në gazetën sot para 2 ditësh, midis drejtësisë dhe paqes, unë do të zgjidhja drejtësinë, thot Immanuel Kant. Unë them midis drejtësisë edhe një stabiliteti, Europa nga ne kërkon stabilitet, dhe instabiliteti të mbështetur në pazare, unë do të zgjidhja drejtësinë. Me bindje të plot se çdo lloj paqe mbi kompromise dhe pazare, në fakt do të ishte një investim të një destabiliteti dhe mungesë e standardi për një kohë të gjatë. Ne nuk mund të shkojmë në Europë as me kompromise, as duke mbyllur gojen, as duke mbyllur syt, as duke mbyllur veshët, po duhet të shkojmë me standarde. Dhe standardet morale kërkonin këto lëvizje të bëheshin shumë më herët, dhe jo lëvizje të imponuara, dhe duke u qaravitur sikur drejtësia po ne e bika në qafë, të më thënë, qeverisë, në një kohë që nëse ne kemi mangësi, është pikërisht kjo drejtësi dhe për mua është në hapat e parë. Nëse drejtësia do të fliste siç duhet, do të kishim batalionet të tëra atje në dyert e burgut apo para burgimit, nuk ka rëndësi, po patëm dyert e gjykatës do t'i kishim. Dhe pasuri pafund të sekuestruar, konfiskuar do t'i ktheheshin këtij populli. Për këtë arsye mendoj që mbi të gjitha ne duhet të kërkojmë standardin kryesor, që është standardi i moralit në politikë. Kështu që nuk shoh asnjë lloj të drejtë morale që qeveria të mbrojë veten, por pikërisht shoh shkelje të drejtës morale tonë që ne të arrijmë ditën të kërkojmë llogari qeverisë, edhe për çdo person, kushdo qoftë ai, që ka shkelur mbi besimin tonë dhe mbi interesat tona, të përgjigjet para ligjit dhe të instalohet ndoshkushmëria nga i pari deri tek i fundit. Dhe një herë mirë të rrëzohet diskriminimi, ku pushtetarët kanë imunitet ka ndjekjes penale dhe
qytetarët e thjeshtë jo. Të zhduket një herë mirë ky nocion, të paktën për Shqipërinë, që e ka të nevojshme, edhe një pjesë e madhe e Europës nuk e ka. Të nocion, të imuniteti përpara ndjekjes penale. Ne kemi nevojë për njerëz të cilët të qeverisin, duke ditur mirë që në gabimin më të shpejt do të veprojë edhe kodi etikës, po dhe kodi penal. Avokat, si e pat, po themi, edhe pjesën e fjalimit të zotit Rama që pat në grupin parlamentar Partisë Socialiste, po ashtu edhe disa deklarata që ai bëri me dyert të mbyllura, ku mediat kanë zbardhur njërën prej tyre që është më e forta ndoshta, ku ka theksuar se Gjermania po punon kundër interesave të Shqipërisë pasi po shtyn SPAK-un që të hetoj dy çështje siç është ajo e Porto Romanës dhe çështja Balluku. Nuk e di, nëse e ka thënë këtë, ka bërë gabime më të rënda, tregon që është në agoninë e tij politike. Nëse ka thënë këtë, po e them me kusht, se unë duhet të dëgjoj. Pjesa tjetër e fjalimit ka qenë fjalimi më i dobët që ka mbajtur në jetën e tij. Në duhet kishte vetëm, ka ardhur një moment që shqiptarët ndaj tij nuk do vlerësoj më çfarë thotë dhe foli kaq shumë sa ishte pa kuptueshme dhe pa pranueshme në këtë moment. Duhet kesh një drejt morale të plasësh. Sot ka ardhur koha e veprave. Midis asaj që ai thot pafund dhe asaj që bën, ka një distancë madhe. Mos përputhje të madhe. Midis startit të 2013 dhe sot në 2026 ka një distancë madhe. Dhe këto janë 13 vite të cilat qytetarë si unë i kanë të humbura, shqetësim e stres, ndërsa për disa palaço politikës kanë gjetur parajsën me kurizin tonë. Dhe unë mendoj që duhet të instalojmë të mos marrin guximin dhe Rama dhe kushdo tjetër. Të dalin dhe të bëjnë më të mërziturin, sikur i kemi rënë qafë ne, dhe halli i tij se nuk i ecin mirë pa programet qeverisjes, që ka më i rëndë se halli jonë. Dhe për sa kohë që këta njerëz e ngërnzojnë më shumë se ne që jemi vërtet në hall, Shqipëria s'do shohë kurrë të ci. Edhe është e pamendueshme që ne të zhvillohemi duke mbajtur distanca të tilla me Gjermaninë. Unë nuk e di se si mund të përfundoj një qeverisje shqiptare e tillë. Nëse do të ishte, do të arrim ta sigurojmë të informacion të saktë, kjo është mund të jetë një skandal, nuk e di se si do justifikohet nesër. Atëherë ku do shkojnë shqiptarët? Nëse është e vërtet kjo, i bie që ta shohim në Europën me dylbi. Prandaj unë mendoj që pasi ta marrim vesh është e vërtet apo jo, ta diskutojmë të fakt guri, dhe nuk mendoj se duhet të përbëj lajm kjo pjesë. Kur jemi të sigurt, është e kohë të bëjmë komente. Por ajo që unë bëj komente është që situata është më serioze se sa paraqitet. Nuk po i bien qafë SPAK-u tyre, por është zullumi që ka bajtur artikull së mban, dhe unë kontaktet e mia që i kam të bollshme me partnerët më serioz, më dashamirës, partnerë që kanë garantuar sovranitetin tonë deri më sot, nuk do ta falin kurrë kërcënimin që është bërë prokurorëve, dhe cënimit dhe rrezikimit të jetës tyre. Përpara shqiptarëve mund të hiqen arrogant, po unë besoj do të marrin një mësim jo të vogël të këtyre akteve. Edhe nëse plas them për treguar që nuk kemi frikë asnjë lloj soje që mendon se mund të imponojë para shqiptarëve me arrogancë pushtetin e palishëm. Nëse mendojnë se na sundojnë me frikë, e kanë gabim. Do ta marrin përgjigjen dhëm për dhëm. Mendoj se e kam dhënë mesazhin dhe ata e dinë mirë që mesazhi im vjen puro.
me informacion të sakt, po dhe derdhe nga shpirti. Boll është boll. Bile kam bërë lëvizje shumë pakta. Edhe gjithë qeveria të ishte ndruar, me gjithë kryeministin do të ishte prapë pa mjaftueshme. Është prekur besueshmëria deri aty ku nuk mban më. Për mua legitimiteti i qeverisë është i tërësisht në dyshim. Kushtet partijak të mbaj gojën dhe simpati të ketë për vete. Me ato që po bëhet, ne jemi më tepër se të velur. Nuk ka retorik që mbulon këtë realitet. Të arrim ne të kërcënojmë jetën e kryetarit të strukturës. Është trimëruar krimi dhe i duket se varet fati i Shqipërisë për tyre tani. Edhe në këtë moment duan deklaratat e një kryeministri që në vend të marrë përsipër përgjegjësitë e të kërkoj falje institucionit drejtësisë që ka lejuar që krimi të bëhet trim kështu tyre, po i hidhet atyre dhe ankohet për deklaratat nervoze të institucionit drejtësisë. Ky është turp. Prandaj kam një mlef që nuk mund ta mbaj më. E po ja them para syve. Mos guxoni të provokoni deri aty ku nuk mban më. Ne nuk jemi slevër, e nuk jemi pavetdijshëm. I dalim, ajo drejtësi është e jona, nuk është atë institucioni. Atë drejtësi e mbrojmë me jetën tonë. S'do pranoj kur të jetoj i qetë në një vend ku nuk ka drejtësi, kur gangsterët kanë marrë peng sovranitetin e vendit. As unë as familja ime, dhe as njerëz të mi. Nuk ka askush nuk është më i rëndësishëm se vetja ime, po që për vlerësuar. Nuk vën njëri si për kokës. Midis meje dhe çdo kujt tjetër këtu ka vetëm ligj. Aty ku mbaron ligji, atëherë fillon privatësia duke pasur çdo kënd përballë. S'kemi lindur të skllavërohemi sot ne. Ka shi spurdhjakëve që janë trimëruar duke marrë miliarda nga buxheti i shtetit. Për këtë arsye ja vlen ta çojmë këtë mesazh. Drejtësia duhet garantuar. Unë nuk kërkoj, edhe nëse unë do përgjigjem para drejtësisë, do përgjigjem, do i bindem ligjit, do i bindem institucionave. Por një institucion që mund të ketë frikë një gangster, ky është turpi i shtetit, ka rënë shteti pastaj. Ka rënë identiteti ynë. Ka rënë sovraniteti. Ka rënë deri ynë. Ne duhet të drejtohemi nga ata të cilët ne i zgjedhim. Dhe jo nga ata që marrin monopolin e bizneseve edhe të rrugës, edhe të antiligjit. Antiligji që ne pretendojmë që duhet të jetë në vrim të miut, na pas ka kapur thelbin e qeverisjes, edhe na kërcënon edhe prokurorët tanë. Megjithatë do ta marrim përgjigjen nga ata që kanë dalë për zot dhe garant të drejtësisë së re. Do ta marrin shumë më tepër sa mendojnë. Dhe do të jetë fatale. Avokata, besoni që zoti Rama me, po themi, vonesën që i bëri për të ndryshuar qeverinë dhe zonjën Balluku, ndoshta ka humbur dhe, po themi, mundësinë që ai të jetë akoma në qeveri dhe a është koha që të shkohet në zgjedhje dhe ndoshta të ketë një qeveri gjithëpërfshirëse që ta përgatisë vendin për zgjedhje të lira dhe të ndershme? Jo, qeveri gjithëpërfshirëse ti marrin të keqen, se kemi disa idut dhe disa isha idut. Pa u liberalizuar tregu politik me një kohë tjetër zgjedhore, të garantuar nga një qeveri e pavarur, pra pa u prishur ky duopol politik, PS-PD, të cilët në koordinim të plot e ka marrë peng vendin dhe po tallen me shqiptarët para syve tyre, pambarimisht, në mënyrë periodike. Po i besojmë
edhe kështu hapur fare, ai du të djeshëm, si ku na bëjnë opozit. Po merrni një nga një pjesë të madhe këtyre. Pa u pastruar ata, nuk janë besueshëm të vinë pushtet. Dhe pa u shprehur populli si duhet. Nëse ka për shembull 60.000 vota ky djalë i ri, se s'po mbjen dhe emri mendje tani. Lapaj i të marri aq deputet sa vota ka. Agrosheu aq deputet sa vota ka. Po njerëzit duke parë që është është formuar një kod zgjedhor garant për dy forca politike, janë detyruar pastaj votojnë për një nga dy ose nuk votojnë fare. Ne duhet të lexojmë mirë. Që pjesa më e madhe e shqiptarëve nuk voton. Ne duhet të rregjim shqiptarët në vendimarrje, të ushtrohet sovraniteti plot. Për dy ato parti që i quajnë veten pazëvendësueshme, që janë autor, ideator dhe aktor, realizues të kësaj gjëme që kemi nga 91 deri tani, kanë marrë vetëm 43% vota shqiptarëve. Ose dhe më pak. Pra e kuptoni, të dyja bashkë nuk e kanë mbi 51% të vota shqiptarë, pra nuk janë shumicë. Pra shumica nuk është dakord me të dyja këto partitë. Por nëse i mbyll rrugën zyrtare, e bën ligjin të palishëm, thua po shkojnë te shoqërisë së lirë, por me një treg të cunguar politik zgjedhor, ne në fakt vetëm jemi tallur me shqiptarët. Dhe për këtë arsye mendoj duhet të jem minimumi një vit, po e mendoj edhe deri në 2 vjet, të një qeverisje fare të pavarur nga dyja partitë, të garantoj të gjitha reformat e duhura, duke filluar me zgjedhorën, duke dhënë një dërm krimit pa kthim, e sidomos atij të lidhur me politikën, duke bllokuar një pjesë madhe pasurive që po dalin jashtë ose po rënohen, shkatërrohen, duke zgjidhur probleme sociale, duke goditur monopolin në biznese, pra të krijojnë tregun e lirë siç kërkon Europa, mendoj që kjo qeveri do të jetë më e aftë edhe për të shkuar te Europës, pra programi janë 33 kapitujt, dhe më e aftë për të hedhur bazat për një me standarde që të krijojnë atë paqen e gjatë, dhe jo paqen e shkurtër, momentale, mbi kurizin e standardeve të moralit. Pra ne kemi nevojë ta bëjmë në këtë mënyrë, po me gjithë përfshirëse jo, nuk jam dakord. Nuk kanë moral në të moment të dyja partitë bashkë të vazhdojnë më lojën e tyre. Duhet flasin ata që deri tani nuk flasin dhe që janë shumica. Tani Kandari anon nga njerëzit që nuk e duan më këtë establishment. Kjo epokë e errët e turpshme, e neveritshme, e politikës shqiptare nga 91 deri tani duhet mbyllet këtu dhe sa më shpejt. Dhe kjo epokë nuk harrohet më. Duhet mbyllur kjo epokë e të fillojmë me një tjetër, dhe drejtësia të flasi vënçe, 24 orë 24, i dhem apo nuk i dhem Ramës, i dhem apo nuk i dhem Berishës, apo dhe Romeos bashkë. Avokat, të duket sikur partitë e vogla, qoftë Partia Grëndshejt, Arlind Qorrit apo dhe Adriatik Lapajt, kohët e fundit sikur ka një mbështetje më të shtuar krahasuar me, po themi, vjet ose par vjet, dhe sikur po themi kthehet shikimi i shqiptarëve drejt këtyre partive të vogla. Nëse ne do të vrasim interesin e palishëm që i lidh shqiptarët dhe votuesit me partitë e mëdha, patjetër që njerëzit do të shkojnë aty ku e mendojnë që është më i aftë. Sot njerëzit shkojnë aty ku zgjidhin interesat e tyre. Do të them një histori që më tha dikush sot tavolinë. Mik nga Amerika, njohur me një ambasadorin ton fuqishëm, i cili ka qenë në politikë, edhe i tha për dikë, erdhi tham takoj, tha, edhe më tha faleminderit që më futej gruan punë, gocën punë, çunin punë, tha. Por tha, votën të radhë e kam dhënë, vite për vite përpara e kam dhënë LSI-s, se futa, tha, nusën e çunin punë, tha. Pra, kishte dhënë një herë votën për këta 3 të parë, për dytën, për nusën e çunin, pra për të katërtën që i bie, edhe votën partisë tjetër. Kjo është filozofia e votimit. Ose ne votojmë kundra për atë që nuk e duam.
Deri tani është stigmatizuar Berisha, por ta më duket e kaluar. Na e bën Berishën paramet. Kështu që ne duhet ndalim, çdo të votojmë kundër, ne duhet të jemi të lirë të votojmë atë që meriton. Duke prerë duart që futen në administratën e shtetit, në fondet e shtetit, duke e depolitizuar dhe dekriminalizuar policinë, që është shumë e rëndësishme. Sa na është bërë krimi ta bëj kashillik tani edhe në 12 drekës, themi ne, ditën për diell, ne mund të sigurojmë zgjedhje të lira të ndeshme. Është pika 2 e kushtetues. Sovraniteti ushtrohet nëpërmjet zgjedhjeve të lira të ndeshme, barabarta dhe periodike. Dhe llafazante politikës që flasin nga 300 minuta, as këtë nen nuk e garantuan kur shqiptarëve. Njeriu me vullnet e realizon brenda 3 ditësh të punë. Këtu mungon vetëm vullneti. Dhe asgjë më tepër. Ka shqiptar të ndershëm që nëse ju ofron me sinqeritet, je i besueshëm për ta, e japin jetën për Shqipërinë. Po sot për Shqipërinë e Zamirmanes e të Kastratit, do mendohem mirë dhe unë, dhe fëmijët e mi. Pra, ne duhet shkojmë drejt prerjes të çdo nyje urrëtie të lindur në popull dhe të prodhimit pa fund të njerëzve pa shpresë që lën vendin, të shkatërimit të stresës mesme e të grumbullimit parave në pak duar. Ju siguroj se oligarkët e vërtet janë politikanë të mëdhenj. Avokat, kam edhe pyetje të fundit lidhur me këtë që thatë oligarkët e mëdhenj janë oligarkët e vërtet janë politikanët e mëdhenj. Në fakt, a është krijuar përshtypja sikur edhe oligarkët urren aq shumë sa urren edhe politikanët, nisur kjo nga fakti se shumica e tyre ose gati të gjithë shfrytëzojnë pasuritë e shqiptarëve për të ndërtuar ekonominë e tyre ose të themi për të pasuruar veten. Ndryshe nga që ndodh në Gjermani, po themi që shumë kompani, po themi siç është Benz, Mercedesi, që krijon vende pune dhe përdor, po themi, vizionin e tij për ta ndërtuar një kompani që është shumë herë, pra nuk përdor pasuritë e gjermanëve për t'i shfrytzuar dhe për t'u bërë i pasur, por përdor vizionin e tij për të ndërtuar kompaninë e tij dhe për t'u bërë i pasur. Ndryshe nga ç'ndodh në Shqipëri, që shumica prej tyre ose marrin tendera ose shvërcojnë toka. Mos i bim gjatë, se unë e kuptoj çfarë do të thuash, Guri. Unë po t'jap ty, me që po t'jap dhe informacion që ta kuptosh. A është e mundur që të bëjnë lolët shqiptarëve edhe figura drejtuese deri në rang kryeministri nga ndonjë vend i Europës ose nga Europa qendrore, po them, nuk po jap emër. Kaq të pasur janë bërë politikanët shqiptar, janë bërë si këta të Katarit, që një vend me 2-3 milion banor arrin dhe krijon Qatargate me lobime të fuqishme parash në Europë. Tu ka politikanë që kanë biliona, pra miliarda, nëpërmjet këtyre që na dalin si oligark. Dhe në vendin e tyre, këta kryeministra nuk arrin dot të shihin lëmin si këtu. Mund t'ja ketë qefi, pa ty si lejon vendi. Prandaj të mora, ai kryeministri ose ish kryeministri nga një vend i Europës qendrore, që ka qenë pjesë e një prandorie të madhe dikur, që u prish në luftë e parë botërore, ose për një mbasaj, në vendin e tij e ka respektuar ligjin. S'ja ka mbajtur me nderja. Po nga këtu i ka marrë këto dhuratat. Kështu që aty ka sistem. Nuk është sistemi i njeriut, është sistemi moral i fortë dhe ka një bindje ndaj ligjit që ligji vetë funksionon. Kur gjejnë pasaj, paratë e shqiptarëve i pranon çdo kush. Të themi ne, ato dhuratën e pranon dhe mbreti, po në vendin e vet nuk e ka atë mundësi. Si ja jep kush atë mundësi. Kështu që duhet ta kuptojmë që me paratë që na kanë mbjedhur, na kanë mbajtur peng. Kanë blerë suporte dhe të huaja të dëmshme dhe për një kohë gjatë na kanë shastisur, mbase jo mua, po shumë njerëz pa informuar
ose jo vetëm të pa informuar, po edhe të pa formuar si duhet. Kështu që unë mendoj që drejtësia duhet, për arsye se drejtësia na çon dhe tek e vërteta. Pra kur hapen dosjet, ne marrim vesh se nga kush llum. Jemi drejtuar, po jemi keq drejtuar. Jemi marrë mbes për të na çuar këtu, për të na marrë jetën këta. Edhe shkojnë rrinë me arrogancë këta. Kanë fytyrë këta të rrinë me arrogancë këta. Qeveristi, vendi më të varfër të dynjas, e ke degdisur këtë vend që nuk ngjan as me një vend të pas luftës, që është katastrofë. Edhe janë dhe arrogant këta. I ka dhënë pse se kemi qëndruar si delene përpara tyre. Se japin drejt vetes me ato parruat që lëshojnë, të ushqehen këta militantët. Raca më e ndyrë e racës njerëzore janë militantët. Në kuptimin që këta militantë nuk ka rëndësi çfarë si është e vërteta apo e drejta, por ka rëndësi çfarë urdhri u jepet. Dhe lejnë atë refrenin që kanë marrë urdhër. Pra njerëz pa personalitet të tyre. Që ne kemi nevojë të dalim nga militantizmi dhe të shohim realitetin në sy. Është mbushur kupa. Nuk mund ta telendisësh një popull gjithë jetën. Ose ky popull do shuhet. Mbase Zoti na hap syt se jemi në atë moment që jemi më pak se gjysmë. Legjë nuk jemi shtuar një. Duhet të ishim 70 milion sot. Po dhe ata që ishim, jemi pak se gjysmë. Maksimumi bëjnë sot një çift, bëjnë dy fëmijë, do të bëjnë minimumi 3, që të riprodhojnë veten e tyre dhe një shtesë. Dikur ne jemi shtuar çdo 25 vite jemi dyfishuar. Ku jemi ne? Një nga porositë që ka dhënë Zoti në Bibël është të shtohen, shumohen. Po ka ta ndisim të drejtojnë këta. Që edhe familjen ta kemi të pamundur për të shtuar. Se duhet vetëm një perversitet i organizuar që ta degdisësh popullin të drejtë. Ku qeveritarët janë arrogant, këtë pa e them me zot fort. Deri në arrogant, deri në përshtirosje, domethënë, përshtirësi. Duke shkelur çdo kod, çdo normë. Ne nuk mund të jemi lumtur, të jemi pjesë e një populli ku njerëzit të dërmuar nga arroganca dhe fuqia e pushtetit lypin drejtat e tyre. Kështu që çfarë do presësh pastaj? Nga vota e një njeriu që ti e ke shtypur, e ke depersonalizuar tërkohër. Pra duhet që ai që është lider i vërtet, i thot popullit ku duhet shkojë, e si duhet sillet, e si duhet ta kërkojë drejtën e tij, domethënë. Këta janë liderët. Jo këta që tallen me njerëzit. Janë në gjendje të flasin gjithë ditën për moralin, edhe duke bërë gjithë ditën, gjithë natën punë e shejtanit në njëjtën kohë. Unë nuk e di se si këta e ndajnë veten në këto dy pjesë kaq të kundërta. Nuk ju plas shpirti, nuk u lodhën duke aktruar kaq shëmtuar, por tani çdo gjë që thonë ju ka dalë kundër. Janë të pabesueshëm. Edhe nuk janë mas lezetshëm kur flasin. Ka kaluar deri në veritje. Ne duam vepra, nuk duam më fjalë. E mbi gjitha, shqiptarët i kanë të gjithë syt kanë drejtësia. Nuk na intereson më programi politik as i partie. Të gjitha ka qenë dokra deri tani. Me PD e me PS. Edhe më kot unë them, rrof PD-ja me krye PS-n. Janë bashk deri tani. Deri tani janë bashk. Ku shkon Rama edhe kopia Ramës e Spaku, entuziazmohet Berisha. Po ku shkon vetë ke Spaku, klith kundra Spakut. Jo, kështu nuk vazhdon, me dy standarde botë. Mjaftojnë të sjellën me dy standarde, ose deri dje Spaku u mor me Berishën, ishte rahat Rama. Kur i erdhi ke Komtetia, po sa kemi bërë drejtësinë, ka bërë Rama drejtësinë. Kush e besonte? Po drejtësia është bërë me 140 vota.
Ku I kishte ti 140 vota? E dy të drejtësia është atributi I Zotit. A thuje ka ardhur Zoti në tokë, ka marrë formën e tij? S'kishte mundësi Zoti të bëhet 200 metra I gjatë? Pse I la me 2? Aq vogël. Kështu që ai Zoti im ka qenë gjallë që kohën e Adamit vazhdon deri tani. Zoti I shqiptarëve të keq ka qenë dikur I ri, por tani është plagur. Qoftë edhe të njëjit krah dhe të krahut tjetër. Kështu që vazhdoni shkoni mbas idhujve të rrem, ju them militantëve, edhe ta psoni sa më shpejt edhe kurizin tuaj, bollë shqiptarët e pafajshëm. Edhe ju që I shkoni nga mbrapa beri hajt të mënyrë, po dhe ata që rini indiferent, për mua janë përkrahas direkt, jo indirekt, të skeqjes. Shqiptarët kanë nevojë të hapin syt, thonë vërtetën dhe përkrajnë drejtësinë. Mjafton instalimi I drejtësisë, edhe do të kemi benefitet në gjitha fushat, arsimore, sociale për pensionet, shëndetësore, po mbi gjitha unë më re zemra ka arsimi. Të mos vazhdojmë të rrisim shqiptar pa dinjitet e pa ditur. Se ne na duket sikur dim, po jo. Ne nuk I themi të vërtetën shqiptarëve. Dhe kemi frikë, domethënë. Ta kanë frikë nga e vërteta. Kokën me grusha e rajin, kur dalin njerëz që si kanë në rrishat e tyre. E thonë vërtetën. Dhe po të dalë e vërteta reale këtë moment, se ku bazohet e gjithë politika reale, domethënë, në njerëz janë lyer me gjak, shqiptarët do thonë pasaj s'pas ka qenë ashtu si duke. Kështu që Guri prandaj vlerësoj të intervista që thuan në këto dritaret e vogla, pasi është pak më vështirë ti bësh në mënyrë lineare në televizionet e mëdha. Avokat, faleminderit shumë për intervistën dhe për gjithë mendimin ju. që ju thatë këtu me mua në VIP Magazin. Ishte kënaqësi. Jo pash.